shumë të fuqishme, apo jo, zotri Rama? Mirëmbrëma, Afrodita, nga Haga, ashtu si që thatë edhe ju, pashmangshëm pjesa kryesore ditës së sotme kanë qenë pritjet dhe të familjarëve, të gjithë personave prezent në galeri, po dhe qytetarëve dhe gjithë të tjerëve që kanë ndjekur nga afër për fjalimet përfundimtare të ish-krerëve të UÇK-s, ato 20 minuta të cilët u pritën shumë dhe pashmangshëm pjesa kryesore e komenteve që u bën pas mbylljes së seancës sot ishin pikërisht mesazhe që të njëjtit përçun. Fokusi kryesor, ashtu edhe siç është prit që kadri ta mbaj, ishte narracioni që lufta për liri ka qenë e drejtë dhe që pozicioni i tyre në luftë nuk ka qenë sipas akuzave që bën prokuroria, por për të shliguar vendin nga okupimi serb, konkretisht nga regjimi i Serbisë. Pashmangshëm që, siç e thash, është prit që kadri të mos ndalet tek procesi ose tek konkretisht tek akuzat, tek dëshmitë, tek këto tjera, sepse këtë e ka bërë trupi gjykues bashkë me mbrojtjen gjatë gjithë këtyre 3 viteve dhe porosia kryesore ishte kjo që të deklarohen edhe njerëzit e pafajshëm që akuzat janë totalisht e pa baza dhe që veprimi i tyre ka qenë për liri dhe jo për të kryer krime siç po pretendon prokuroria. Pashmangshëm e thash edhe që pas përfundimit të seancës së sotme, Afrodit, pjesa më e madhe e familjarëve ishin